Ju uroj mirëseardhjen gjithë atyre që kanë bërë rrugë për të ardhur në këtë konferencë nga vendet e tjera të rajonit, edhe më vjen shumë mirë që një aktivitet i tillë që ka në qendër Garancinë Evropiane për Fëmijët organizohet këtu në Tiranë. Garancia Evropiane për Fëmijët është një nisëm e Bashkimit Evropian, e cila edhe vetme do të mjaftonte, besoj unë, për t'ju dhënë një përgjigje kuptim plot të gjithë atyre të cilët pyesin për çfarë duhet Bashkimi Evropian. Dhe mjafton të shohësh në përmbajtjen e programit të kësaj garancie për fëmijët që të kuptosh thellësinë e dobisë së të qenit së bashku në familjen evropiane dhe thellësinë e të kuptuarit të sensit të solidaritetit në atë familje. Përmes garancisë Evropiane për Fëmijët, Bashkimi Evropian synon që të drejtat e fëmijëve t'i sigurojë dhe t'i vendosë në fokusin e jetës së vetë përditshme, dhe nga tjetër që përmes këtij programi të shumëfishojë të gjitha rrugët dhe të shumëfishojë të gjitha mundësitë që çdo fëmijë t'i jepet një shans dhe për çdo fëmijë të ketë një perspektivë të mundshme barazie në raport me tjerët, pavarësisht startit të ndryshëm. Faktikisht, nëse shohim ambicien që ka ky program i Garancisë Evropiane për Fëmijët dhe i referohemi shifrave mbi të cilat programi është ndërtuar dhe argumentuar, është realisht një pasqyrë tejet kuptim plot për domosdoshmërinë e thellimit të politikë bërjes në funksion të fëmijëve dhe për rritjen e ndërveprimit mes të gjithë aktorëve shoqëror dhe institucional për të siguruar aksesin e barabartë në arsimin cilësor, për të siguruar ofrimin e ushqimit të shëndetshëm, për të siguruar përmirësimin e vazhdueshëm të aksesit në shërbimin shëndetësor, për të siguruar kushte të përshtatshme strehimi, për të siguruar zhvillimin e programeve të mbrojtjes së dedikuar për fëmijët, për të siguruar përmirësimin e kushteve sociale për fëmijët me aftësi të veçanta dhe në tërësi për të rritur ndërgjegjësimin shoqëror mbi të drejtat e fëmijëve. Gjitha këto janë pikat kyçe të Garancisë Evropiane për Fëmijët dhe në funksion të këtyre pikave Bashkimi Evropian ka përcaktuar edhe një financim veçantë. Një financim veçantë që i ndihmon vendet anëtare për të ecur në shqinat e paracaktuara përmes dokumentit të Garancisë Evropiane dhe për të zbatuar masa konkrete
në reduktimin e varfërisë së fëmijëve dhe nga ana tjetër në mbushtimin e hendekut që është tetë shqetësues në të gjithë hapësirën evropiane, sidomos si rezultat i goditjes që i dha pëlhurës sociale pandemia e disa viteve më parë. Këtu natyrisht që financimi i posaçeve në Bashkimin Evropian lidhet me përfshirjen aktive të qeverive kombëtare dhe vendore, lidhet me përfshirjen aktive dhe ndërtimin e partneriteteve me organizatat jo qeveritare dhe patjetër lidhet me përmirësimin e infrastrukturës arsimore, sociale dhe shëndetësore, si dhe me programet mbështetëse për prindrit. Më vjen shumë mirë që në të gjitha këto drejtime ne kemi bërë një progres të dukshëm. Ashtu si kundër, më vjen shumë mirë që ky progres është një bazë e sigurt për të ndërtuar më tutje, duke synuar që të përfitojmë aktivisht nga financimi i Bashkimit Evropian. Dhe një nga pikat ku ne synojmë të bëjmë një hop sasior dhe cilësor në aspekt jo vetëm financimit, por dhe të organizimit dhe të ndërveprimit me partnerët e tjerë është adresimi i situatës së 16.000 fëmijëve me aftësi të veçanta, të cilët janë përfitues të skemave të reja të mbështetjes, por të cilët besoj unë në këtë fazë dhe në kushtet kur mundësitë tona ekonomike dhe financiare rriten, meritojnë një rritje të mbështetjes nga ana jonë. Një rritje mbështetjes nga ana jonë e cila nuk është thjesht dhe vetëm financiare, por edhe institucionale. Dhe për këtë Ministria e Shëndetësisë dhe Ministria e Arsimit janë duke punuar aktivisht që të rrisin numrin e mësuesve special. Ashtu si kundër dje ne kemi hapur një kapitull të ri në sistemin tonë të shërbimit shëndetësor me hapjen e klasave të para për fëmijët që janë të shtruar në spital, klasa mësimore dhe klasa arti, të cilat ju shërbejnë fëmijëve që të mos humbasin kontaktin me mësimin, por nga ana tjetër më shumë se kaq ju shërbejnë përmes një kurrikule speciale që të energjizohen me besim dhe me bindjen se do t'ja dalin në betejën me smundjet e tyre. Nga ana tjetër, besoj që edhe vendosja e qëllimit ton për të quar më tutje ndërveprimin me prindrit në funksion të përputhjes programeve të shkollës dhe programit punës së prindërve, duke filluar me dhënien e ushqimit në shkolla nga Bashkitë Qendërqarku, shkon përsëri në këtë drejtim, ashtu si kundër edhe projekti që